Mirë, për këto dhe të tjera do të kemë në lidhje të drejt për drejt kolegen Ferikan Iliazi. Ferikan, përshëndetje. Mirë, shumë diskutime për këtë marrëveshje strategjike. Çfarë fshihet pas kësaj? Po, ka patur vazhdimisht promovim se kjo është një prej arritjeve më të mëdha që ndoshta i ka pasur shteti për shkak edhe të fuqisë Britanisë së Madhe si shtet, por edhe për shkak se Maqedonia e Veriut në një farë mënyrë po tenton të tregojë se përsëri nuk po izolohet, për shkak se ka akuza vazhdimisht se për shkak se nuk po i bën ndryshimet kushtetuese, po fillon të izolohet, as nuk po arrin të vazhdojë rrugtimin e saj për në Bashkimin Evropian, edhe në këtë mënyrë pra thjesht po izolohet, pra edhe nga të gjitha projektet ndërkombëtare, dhe në këtë mënyrë po tentohet kjo faktikisht si projekt madhor të shitet apo thjesht të tregohet që Maqedonia e Veriut po vazhdon bashkëpunimin në nivel ndërkombëtar edhe me shtetet e fuqishme siç është Britania e Madhe, pavarësisht se ka patur kritika dhe ka patur edhe kërkesa nga opozita që të dihen të gjitha detajat rreth kësaj marrëveshje. Në mirë, po përsëri qeveria ka kërkuar që të mos ketë gjuhë të urrëties apo vrerë ndaj kësaj marrëveshje, dhe se gjithçka do jetë transparente gjatë ditëve në vazhdim, dhe se nuk do jetë asgjë përpos benefit për Maqedoninë e Veriut, e cila do të përfitojë siç thënë qoftë nga ekspertiza, qoftë nga fuqia ekonomike, politike që ka Britania e Madhe, dhe se nuk do ketë ndoshta ndonjë mangësi për çka do mundej të reagonte opozita. Pra ka qenë baze për plasjeve ditore këto ditë, mirë po kulminoi me marrëveshje dhe tani ajo që premton qeveria është se thjesht do jetë në dobi të Maqedonisë së Veriut si shtet, dhe se nuk do ketë pasoja negative. Pati disa komente, aludime se pas refuzimit nga ana e Shqipërisë për kamp refugjatësh britanik, njëjtë si ajo me Italinë, një gjë e tillë do të bëjë në Maqedoninë të Veriut, dhe kjo marrëveshje është një farë mënyre si paraprirëse e një marrëveshje tjetër për kamp refugjatësh në Maqedoni. Ky lajm apo kjo temë është diçka që mbahet gjallë prej vitit 2015 në Maqedoninë e Veriut. Për shkak se ne kemi parë një krizë pa parë refugjatësh prej vitit 2015 deri diku 16-ën dhe 17-ën në mënyrë sporadike, dhe atëherë flitej për një kamp refugjatësh që do të organizohej nga Bashkimi Evropian, dhe se po tentohej që Maqedonia e Veriut faktikisht të blihej dhe të shfrytëzohej si një vend për t'i mbledhur të gjithë emigrantët në mënyrë që mos të shkojnë në Bashkimin Evropian. Mirë po edhe kjo ngeli në nivel dezinformate të paktën deri në këtë moment. Dhe po duke që ky lloj narrativi po përcillet edhe tani me Britaninë e Madhe, për shkak se njerëzit janë shumë të ndihshëm në këtë temë, dhe besoj kanë përcjellë edhe në Shqipëri, ka patur reagime të shumta ngjashëm për këtë stil apo për këtë ide për të vendosur refugjat të huaj brenda territorit të Shqipërisë apo ja tani edhe të Maqedonisë së Veriut, dhe se ka frikë që në këtë mënyrë faktikisht do të përzihet populata, do të ketë pasoja negative nga kjo, dhe se ndoshta ajo që në fakt do duhet të ishte destinuar si ndihmë, si zhvillim për qytetarët e këtij shteti, do shkonte për qytetarë të huaj të cilët do të vinin nga shtete të ndryshme, dhe domethënë edhe nga aspekti i sigurisë edhe nga aspekti kulturor ka frikë tek qytetarët, dhe për këtë shkak edhe kjo tempo mbahet gjallë tashmë disa vite fatkeqësisht, dhe nuk ka patur ende asgjë konkrete. Maqedonia ka qenë deri në këtë moment vetëm vend tranzit, pra nuk ka qenë një kamp i përhershëm i refugjatëve në asnjë moment, pavarësisht se ndoshta në të ardhmen mund të zhvillohet ndonjë projekt i tillë, mirë po besoj se gjithçka do jetë e paramenduar, sepse asnjë shtet nuk e lejon t'i kërcënohet shteti i tij, qoftë në aspekt të sigurisë, qoftë në aspekt të kulturës, por edhe Bashkimi Evropian deri në këtë moment ka mohuar që ka patur ndonjë ide që mund të kishte vendosur ndonjëherë ndonjë kamp refugjatësh në Maqedoni të Veriut, por po ashtu edhe nga Britania nuk ka patur ndonjë ide të tillë konkrete, të paktën jo në publik. Kaja Kallas qëndron sot në Maqedoni të Veriut. Maqedonia e Veriut duket se ka ndaluar në mes të rrugës, pra as nuk po avancon, as nuk po progreson, as nuk po regreson në rrugën drejt Bashkimit Evropian, po qëndron në vend. Po, në fakt i kemi vizitën e dytë të një eksponenti të lartë të Bashkimit Evropian për brenda 2 javësh, dhe zakonisht po na e plasin të vërtetën në fytyrë fatkeqësisht, edhe në takimin e fundit apo në vizitën e fundit të kryetarit të
Këshillit Evropian edhe tani në kryetaren e Komisionit Evropian, besoj që do përcillen mesazhet e njëjta që do duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese konkretisht apo të plotësohet marrëveshja e cila është nënshkruar me Bullgarinë dhe se do duhet të implementohet edhe ai propozim francez për të cilin kishin rënë dakord të dy palët dhe në vitin 2022 dhe se Maqedonia e Veriut është e detyruar do e mos nëse dëshiron që të bëhet sigurisht pjesë e Bashkimit Evropian që të bëjë këto ndryshime të harmonizohet me legjislativin dhe me të gjitha praktikat e mira të Bashkimit Evropian dhe po ashtu edhe t'i bëjnë ndryshimit kushtetuese për t'i futur bullgarët. Por për shkak se në kryeministri Kristian Miskovski dhe partia e tij deri në këtë moment kanë qenë këmbgulës se nuk do të bëjnë asgjë deri në momentin që shohin sinjale pozitive nga Bullgaria, apo nëse shohin që ata janë të gatshëm për ta ndërprerë këtë luftë të ftohtë me ta se nuk do të kenë kërkesa të reja për çështje të gjuhës apo identitetit, atëherë ata do të procedojnë apo do të vazhdojnë me këto procedura që janë parapar, mirë po derisa nuk kanë garanca edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Bullgaria se nuk ka kërkesa të reja, gjendja ka mbetur në status quo dhe për këtë shkak edhe duke që diplomatët e huaj kanë filluar edhe të nervozohen edhe me qëndrimin e zotit Mickovski se thuaj se çdo takim nuk ka asnjë prodhim apo nuk ka asgjë pozitive dhe thjesht ka një qëndrim këmbgulës se kërkojnë garanca nga Bashkimi Evropian, i cili e ka bërë të qartë që nuk mund të bëjë një gjë të tillë dhe se ai thjesht është aty garantues për të zbatuar një marrëveshje që tashmë është nënshkruar dhe është një zotimi të dy palëve. Pra është një status që shumë vështirë mund të ndryshohet vetëm nëse eventualisht mund ndodhë ndonjë mrekulli, por për momentin VMRO-DPMN-ja nuk është në situatë që të pranojë gjëra të tilla për shkak se edhe vetë votuesit e saj apo maqedonasit etnik nuk pranojnë. Ndoshta, por të paktën në këtë periudhë para zgjedhore, kam fjalë, nuk e besoj se VMRO-DPMN-ja mund t'ja lejoj vetes, sepse në bazë të kësaj retorike që nuk do të pranoj nënshtrim apo nga Bullgaria, nga BE-ja, ajo ka fituar votat masive në zgjedhjet parlamentare dhe nuk e besoj që do të luan me këtë kartë të rrezikshme tani në këtë moment. E kuptoj. Pas akuzave të partive shqiptare në Maqedoni të Veriut për ndërhyrje të Albin Kurtit në zgjedhjet e mëparshme, tashmë duket se janë politikanët nga Kosova, në këtë rast zoti Ramush Haradinaj, por dhe diplomat që akuzojnë përfaqësues të Vlenit se po mundohen të joshin deputet nga Kuvendi i Kosovës për t'i bërë votat Albin Kurtit. Si duket kjo përplasja po intensifikohet? Po, e the edhe ti vetë, do më thënë akuza që kanë qenë dhe do të vazhdojnë, besoj se do ketë gjithmonë, sidomos në situatat të tilla kur e kemi edhe Kosovën në një krizë politike, por edhe Maqedoninë e Veriut para zgjedhjeve. Nuk është diçka e re, mirë po duke marrë parasysh se janë akuza apo thjesht janë spekulime në këtë fazë dhe etika jonë e gazetarisë nuk na e lejon t'i komentojmë para se dikush vetë ta pranojë apo ta thotë në mënyrë publike, ndoshta do përmbahem nga komentimi i këtyre ngjarjeve, mirë po një gjë është e qartë që bashkëpunimi apo edhe ndërhyrja, ti themi tani në këtë moment, siç kanë akuzuar politikanët, nuk është diçka e re në skenën tonë, edhe të Shqipërisë, por edhe të Prishtinës, dhe zakonisht e dim se kush ka mbështet dhe nuk është një sekret se dikush lobon për dikë, pra nuk është edhe e re, por edhe nuk është diçka që është ndaluar. Pra kemi parë edhe pse në Maqedoninë të Veriut ka patur akuza për ndërhyrje direkte në punët e shtetit, nuk është se ka patur ndërhyrje direkte, por thjesht mbështetje dhe në mënyrë ligjore gjithçka është zhvilluar. Pra e kemi vetë vendosje në këtë rast e cila ka mbështetur në mënyrë publike Vlenin, pra kemi patur eksponent të Shqipërisë apo zotin Rama që e ka mbështetur BDI-n në zgjedhje, pastaj kemi patur zotin Kurti, pra thash Vlenin, dhe gjithmonë subjektet politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut kanë bashkëpunuar me dikë, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, varësisht se si kanë politikat, domethënë se si në çfarë niveli është drejtimi i tyre politik, dhe për këtë shkak edhe nuk është diçka e re që ndoshta kishte edhe në Kosovë dhe Maqedoni të Veriut një ngjarje të tillë. Po për këtë moment konkret, për këto akuza nuk kam ndonjë informacion konkret, pra nuk ka patur koment nga asnjë eksponent i Vlenit se nëse ka patur ndonjë ndikim të tillë. Për t'i ndihmuar do ishte mirë, po më duket se janë duke i bërë më çorap politikanët në Maqedoni me këto ndërhyrje nga Tirana dhe Prishtina. Çfarë po ndodh me Aleancën për Shqiptarët? Lexojmë lajme të ndryshme, prapë po i referohem medias këtu për zyrtarë që po qëndrojnë ke Vleni, pra po largohen nga Aleanca për Shqiptarët. Nga ana tjetër ka tentativa për të tërhequr Ziadin Selën. Çfarë po ndodh në këtë pazarin politik të parazgjedhjeve?
Faktikisht është hapur sezoni, sikur ai sezoni transfereve futbollistike, fatkeqësisht është duke patur largime masive nga Alianca për shqiptarët e Taravarit, nga politikan nga zyrtarë të cilët janë aktualisht në pozicione të emëruar nga Alianca për shqiptarët apo të propozuara nga Vleni si koalicion, por të cilët janë duke vendosur që t'i ndajnë rrugët me Taravarin për shkak të bindjeve apo përsaktimit të tij për të bashkëpunuar me BDI-n. Dhe këtu fillojmë prej zëvendës kryeministit Arben Fetaj, pastaj kemi edhe shumë funksionar të tjerë, një deputet kemi përmendur që ka dhënë dorëheqjen dhe ka shumë zyrtar të tjerë të eshalonave më të ulta të cilët kanë vendosur që të qëndrojnë në Vlen, pra e cila do jetë një tërsi, një parti politike e vetme në zgjedhjet lokale të këtij viti. Ndërsa deri në këtë moment në anën e Taravarit ende ka, sigurisht që ka antarësi, mirë po duke që nga dita në ditë ka shumë që po largohen në mënyrë masive. Emra individual vazhdimisht njoftojnë në Facebook dhe thonë që nuk duan të jenë pjesë e BDI-s, sepse në fakt vetë Alianca për shqiptarët ka lindur nga revolta kundër BDI-s dhe thjesht nuk e kuptojnë si koncept se si mundet dikush që ka dalë nga revolta e BDI-s të shkon tani të bashkohet me këtë parti politike për të cilën e ka kundërshtuar me vite. Pra, është duke që ka një transferim masiv dhe besoj që do qetësohen ujërat pas disa muajsh apo të paktën në 2 muajt e ardhshëm, sepse do duhet të dihet se kush me kë është në mënyrë që pastaj edhe Vleni të formohet si strukturë dhe të shihet se në çfarë pozicioni do jetë edhe zoti Taravari. Mirë po, edhe pse paramendohej që ai mund të formonte një grup të vetëm parlamentar brenda kuvendit, domethënë sepse kishte 5 deputet që është pragu apo minimumi për të formuar një grup parlamentar në Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh dorëheqjen e një prej deputetëve të tij, ai tani nuk mund të formojë as grup parlamentar. Pra zoti Taravari është tani në një udhkryq dhe edhe pse ka patur disa fotografie dhe me eksponent të lartë, qoftë edhe me zotin Rama ka patur fotografi, ka patur edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, duke treguar që është pro-evropian dhe se nuk ka pushuar së punuari në kauzën e tij politike, është e qartë që ka filluar të izolohet nga partia e tij apo nga krahu i tij, të cilin e ka shkëputur për të bërë bashkë me Vlenin para disa kohësh. Falenderoj Ferikan.